Përshëndetje, po vazhdoj me parashikimin me shenjën e peshores. Shenjës së peshores do t'i thosha që ty të ka rënë letra e vdekjes. Letra e vdekjes më tregon që diçka të re po fillon në jetën tënde peshore, pavarësisht se ke shumë frikë nga e shkuara, por ti nuk duhet ta lejosh që të ndodhë përsëri e njëjta gjë. Vdekja kaloron në një kalë të bardhë, siç e shikon në letër, duke mbritur dhe duke goditur 4 figura të tjera, që është një plan i tërë, në plan të parë më saktë, të cilët përfaqëson idenë se vdekja vjen për të gjithë ne. Në të vërtetë, statusi ynë ose mënyra se si ne jetojmë në jetën tonë është paraja. Nuk duhet të shpëtoj njeriu e pasur, po duhet të shpëtoj njeriu e varfër, njeriu që lutet çdo ditë dhe po ta shikojmë këtu kemi priftin ose kemi një njeri të Zotit që po lutet dhe na tregon që i ka pranuar lutjet e tua, me sa shikoj këtu ky person Zoti është duke të shpëtuar ty bashkë me një fëmijë të vogël në krah dhe është shpëtimi. Dhe letra e vdekjes na tregon që ne gjejmë një metaforë të fuqishme për një ndryshim, për të bërë ndryshime të reja. Është momenti i pranverës, njerëzit, bimët, kafshët të gjitha vdesin dhe rilindin përsëri tani në pranverë, por vdekja kërkohet për jetën. Në kjo letër më tregon që pas vdekjes shfaqet diçka e bukur dhe është një rilindje. Vdekja kërkohet të vazhdosh jetën tënde, të vazhdosh pa pasur frikë, sepse kjo letër më tregon që po shfaq një pozicion dhe një të kaluar tënden që je duke përhapur këtë gjë, por gjithmonë duke përfaqësuar pikëllimin brenda vetes, qoftë në jetën reale, qoftë brenda teje. Kjo është një vdekje metaforike, jo reale, okay? Është diçka që brenda teje u mbyll, vdiq, e ke mbuluar, ka mbaruar dhe ka filluar një rilindje e re, sepse të gjitha lutjet, të gjitha lotët e tua në këto vite, që mund të jenë shumë vite, janë dëgjuar nga Zoti, dhe këtu është që ke dhe priftin në krah dhe të thotë që diçka e re po të vjen, diçka e bukur po të vjen. Ke rrugën e hapur, je duke krijuar diçka të bukur në jetë. Mund të jetë çdo gjë, mund të jetë një marrëdhënie, mund të jetë rrugë e punës tënde, mund të jetë karrierë, mund të jetë aspirata të tjera, ndryshime të pashmangshme, sepse është koha e ndryshimit. Kjo letër të tregon momentin kur ti lejon të ndodhë ndryshimi. Dhe me sa shikoj, me këtë hënë të plot, ti duhet ta lejosh veten tënde të ndodhë ky ndryshim. Lëre të shkojë e shkuara, se dielli po perëndon përsëri dhe do lindë përsëri. Këtu shikoj që ti e dashur peshore, duhet të fillosh dhe të krijosh gjëra të reja në jetën tënde, duke hapur rrugë të reja në jetën tënde. Uroj që dhe për ty peshore të jetë diçka e bukur në vazhdimsi. Vazhdojmë me shenjën tjetër, peshorja akrepi. Kemi akrepin. Akrepit ne shikojmë me 7 monedat. 7 monedat më tregon që është duke pushuar akrepi këtë moment. 7 monedat na bëjnë të reflektojmë mbi çdo lloj situate që mund të kemi. Personi në këtë letër më tregon që ka ndërprerje për punën që ka, por është duke përparuar në botën e tij, në kopshtin e tij, në familjen e tij. Shikoj që ky person është duke investuar dhe duke menduar të investojë dhe të mbështesë një plan afatgjatë. Është koha të vëzhgojë atë që ka ndërtuar dhe deri tani, por po e them, duhet ta vëzhgosh mirë atë që ke ndërtuar, sepse do thuash ti pse ma thua këtë gjë, sepse je ende në kohë për të rregulluar disa gjëra në jetën tënde. Je në rrugën e dur. Dhe ndoshta 7 monedat nuk është këtu për të përkëdhelur ty pas shpine, ose për të thënë ty që fillo diçka nga e para, por thjesht është këtu dhe kërkon që ti të marrësh një moment dhe të mendosh për projektet e tua, për punën, për shpinë, për marrëdhënien, për trupin tuaj, për të ndryshuar diçka në trupin tuaj. Me sa shikoj, çfarë do tjetër që mund të kesh në të cilën je duke punuar këtë kohë, shikoj që ti këtë moment ndikohesh nga 7 monedat. Është një kthim i mjaftueshëm për ty. Ndoshta diçka mund të bëhet duke përmirësuar pozicionin tënd, ndoshta ky projekt pune, rutine apo ushtrimet apo mund të jetë një ide në të ardhmen tënde që mund të jap një projekt të ri.
Unë shikoj këtu mbase diçka po shkon ashtu siç ti ke menduar. Në këtë rast është një punë e mirë për ty, sepse ti ke punuar, ke dhënë, okay? Ke investuar. Do të thosha në këtë rast një punë të mirë, bravo. Do të thosha në këtë rast që merr një moment dhe kënaqu me sukseset që ke sjell deri tani. Është një sukses i afërt që po të vjen, mund të jetë çfarëdo lloj gjëje. Pavarësisht fryteve në të ardhmen që mund të jenë, këto janë ato që ti ke mbjell dhe po i kor. Sukseset dhe përpjekjet dhe puna jote. 7 monedha të kërkojnë tani e tutje të reflektosh në qëllimet e tua, mbi rezultatet e tua. Nëse kopshti jot lulëzon, admiroje punën tënde. Nëse nuk po rritet siç dëshiron, kuptoje ku e ke gabimin. Ky është parashikimi për 2 shenjat peshore, akrep. Dhe këtu shikoj që për të dyja letrat do të uroja një përpjekje dhe të reflektoni mbi rezultatet tuaja. Rrugën e keni të hapur, nëse ke gabuar diku, shikoj gjej gabimin. Ju përshëndes të dyve.